Një nga tifozët më të zjarë të Vllaznisë dhe një ndër figurat më të dashura të qytetit, aktori shkodran dhe mjeshtri i madh i humorit Besnik Çinari, ka folur për ndeshjen e skuadrës kuqeblu ndaj Dinamos. Ai komentoi tensionet mes dy trajnerëve, Edi Martini dhe Ilir Daja, ku për këtë të fundit kishte edhe disa këshilla. Trajneri i jonë, i cilin e du shumë, Edi Martinin, ka gabu, në realitet ka gabu, se nësë mund të thëmë se s'ka gabu. Për nuk ka gabu në mbledhjet federatës, për ka gabu mas një ndeshje të tensionume, ku nervi i trajnerit është nervi i tifozëve, jo më i trajnerit. Po prep, gjesti nuk është i mirë. Tash i Vllaznia, mas shumë viteve po kryeson kampionatin kombëtar, të janë shu pesh me trajnerin. Pa kja s'pan më, në pase, se ai ti dojës me i thonë ti e trajner vetë, nesër ka bërë ti. Nuk du trajneri më sërmu trajnerin. As gazetari më sërmu, si të mos ai që drejton emisionin, nuk ban. Po, unë i thëmi Ilirit si pak më atencion, jetë nalë ashtu si e ka jemi. Edhe nuk është rasti i parë si e ka bërë Shkodër, edhe rastet tjera është kap me tifosa, me është ban të njeri duhet me urkryt. A kanë mirë që e shojnë, nuk është mirë me shojnë. Po të njeri duhet me pas qëtësi ti absolute, kur s'ke qëtësi ti qaj kërkon lejtarëve. Besnik Çinari me nota humori komentoi edhe deklaratën e trajnerit Ilir Daja, por edhe të gazetarit Artan Hoxha. Vllaznia ka mësu tonë Shqipnin e dojen, as Hoxhën, as Hallën, as Tezën, ne dojen. Po ai e ka fut kretkot. Se Dinamo ku është sot trajneri e kanë kriju Shkodran edhe Dakorçar, edhe Slavi Llambi. Ka rujtë që vëtë shaziri fenomenal, Hamdi Bakalli e tjerë. Po ne më kur ka ardhë din Zhega që ka kënë ultra futbollistë. Po si ka mësu, kush mund të mësojnë Shkodër? Shkodër ka mësu të në Shqipin me lujtë futbol. Shkodër ka linë futbolli. Po si mund të mësojnë djepin kush? Djepin e futbollit. Me i fjallë aty ka bu me fes. Ai Artan Hoxha, ai gazetari. Po shlidhe ka gazetari investigativ me futbollin, mëse marrë vesh. Kush është dhe i si efton atë? Janë shu pesh. Po Vllaznia sot është ekipi më i mirë në Shqipëri, edhe më mërmendja si të dalin kampion. Për shkodranët, Vllaznia nuk është vetëm një skuadër futbolli, teksa ata gëzohen kur fiton, trishtohen kur humbet. Edhe i tillë është edhe rasti i artistit të madh të Shkodrës dhe të Shqipërisë, Besnik Çinari, i cili e ndjek ekipin kuqeblu pothuajse në të gjitha ndeshjet.